Ishte ardhur stafi, kam ardhur vetë. Rri aty brenda. Shkova aty brenda. U interesova për të drejtat e të ndaluar. Në çfarë statusi janë? A kërkesa që kishit ishte që nuk i lejohet avokati. Mora një nga avokatët dhe shkuam bashkë. I dha të njëjtin shpjegim. Ende nuk i është caktuar statusi mbi cilën janë ndaluar. Ne kemi nisur një hetim për sjelljen e policisë shtetit. Arsyeja pse erdhëm sot këtu ishte edhe për të parë apo i garantojnë të drejtat këtu. Po para se të vinin këtu ishin aty. Dhe drejta për të përkushtuar është drejt kushtetuese. Jemi shumë të shqetësuar për video që kemi parë. Pra, në vlerësimin paraprak është një sjellje shproporcionale e policisë shtetit. Do ta hetojmë dhe do të dalim do rekomandojmë masa për nga i pari deri në fund të zinxhirit të vendimarrjes. Kush e ka dhënë vendimin, si është bërë ndërhyrja, sepse e drejta kushtetuese për të protestuar nuk mund të kufizohet as nga sillet e një punonjësi policie, as nga urdhrat e drejtuesve të policisë. Por do të marrim hetimin, ama në këtë fazë ato video janë jashtëzakonisht shqetësuese. Prandaj erdhëm sot këtu. Jo mendoni se mund të bëjë kallëzim penal. Ligji zbatohet për gjithë. Sikur që zbatohet për qytetarët shqiptar, zbatohet edhe për policinë e shtetit. Dhe ku policia e shtetit shkel ligjin, do jap përgjegjësi si çdo qytetar shqiptar.